Direktin ka me ndiku drejt për drejt në shportin e qytetarëve tonë, se do ta ngritjen e indeksit të çmimeve. Çmimi i energjisë elektrike që u rrit sot për qytetarët e Kosovës prej 16%. Sot është nxit inflacioni. Se kjo nxjet inflacion, kemi rrëmje të konsumit kemi me pas, kemi rrëmje të investimeve, edhe kemi me pas sfida për politikat e reja ekonomike mi pregadit për të ardhmen. Kështu që ky inflacion ka me ndiku në mënyrë direkte dhe indirekte. Direkte ka me ndiku drejt për drejt në shportin e qytetarëve tonë, se do ta ngritjen e indeksit të çmimeve shitse. Kurse indirekte përmes prodhuesve. Çka ndodh tash? Çmimi i energjisë elektrike ndikon drejt për drejt në shpenzime operative. Dhe çdo prodhues do të jetë i detyruar jo për çefi, po do të jetë se sot më korrigjon të lutna, po punohet me marzhën minimale sot. Na, kërë që jo, ka lyp maksimale. Jo, më të folë prodhuesit tonë, privat, kështu, kompani tona. Janë të prodhu, të thonë, këtu 197 janë të vepruar me marzhën minimale. Dhe këta kanë më detyruar me shtrajtu produktin. Kjo ndikon drejt për drejt në kostot produktit. Dhe qytetari ka me qenë i detyruar me ble me çmim më të shtrejt. Po ky produkt i joni nuk ka me qenë konkurrent me produktin e importuar. Ose tregun e huaj që jemi të ishit rajonal dhe në evropian, përmes kompanive tuja, në moment që ti e njofton për rritje të çmimit, ka me ra kërkesa. Se ka me gjithë produktin e kualitetit, njëjtë me çmimin më të lirë. Dhe ka mu të kurrë prodhimi. Kur të kurrët prodhimi, ty të bjen eksporti, po të rritet edhe papunësia, se du të me liru punëtorët. Lëzim, kollaj është kjo punë. Ku po shkojnë stuparë që po na i morin ma shumë? Ne po na qetë në treg, po shkojnë me ble rrymën për jashtit. Nuk është e vërtet. Rrymat Fitimi ka me ju rritë dhe ka me shku diku tjetër. To ka qenë një zbulim inovativ, se kërkesa ka qenë për 35%. Po e kanë gjetë këtë zbulimin inovativ, të jekën bizneset, 50 punëtorë to, edhe e ulmi të 15. Po matematika nuk e kapi me 15, hajde shkojmë 16.